I nderuarat Nikolla, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin. Kisha jonë ortodokse gjatë gjithë vitit, po të vëmë re me kujdes kalendarin liturgjik, ajo ka shumë festa, shumë të kremte. Madje ne të krishterët gjithë vitin e kemi fest, jo thjesht ato ditë të para të vitit, siç ka hyrë dhe ky vit i ri, por siç e shikojmë çdo ditë e këtij muaji të parë të vitit, por dhe çdo muaj ka shumë të kremte zotërore, të kremte kushtuar hyjlinces, të kremte kushtuar shenjtorëve. Dhe kështu gjithë jeta jonë është një fest e vazhdueshme, sepse Zoti Jezu Krisht, biri i Perëndisë që u bë bir njeriu, e ndryshoi jetën e njerëzve, nga një jetë e mundimshme, nga një jetë e lodhur, nga një jetë me stres. Ai, për ata që besojnë tek ai dhe jetojnë sipas porosive të tij, doktrinës së kishës dhe mistereve të kishës, jeta bëhet një fest. Dhe më konkretisht sot ne festojmë, sepse kremtojmë një shenjtor të madh, Shën Serafimin e Sarovit. Shën Serafimi i Sarovit është një shenjtor shumë i dashur, pan-ortodoks, pra njihet në gjithë kishën ortodokse dhe lindi në një periudhë të vështirë për botën, në shekullin e 18 në Rusinë e Madhe. Pse thash një periudhë e vështirë? Sepse në atë kohë filloi në botë të përhapet ajo që quhet iluminizmi ose ndriçimi, që erdhi nga elitat e perëndimit, herezit, duke sjell paganizmin, duke sjell adhurimin e natyrës, duke sjell në qendër njeriu dhe larguar Perëndin, duke adhuruar njeriu dhe duke arritur deri atje sa të mohojnë Perëndin dhe të dalë ateizmi dhe komunizmi, që fatkeqësisht filloi në Rusi dhe pastaj u përhap në shumë vende të lindjes, edhe këtu në Shqipërinë tonë, dhe ne dim të gjithë se sa pësuam, se sa vuajtëm në atë periudhë, sepse mohuam ekzistencën e Zotit. Por përpara se ndodhin ngjarje tragjike, Zoti dërgon lajmëtarët e tij, profetët e tij, por të thënë njerëzimit, kujdes, mos u gaboni, mos u gënjeni, sepse pa mua nuk bëni dot asgjë. Kështu që erdhi dhe Shën Serafimi i Sarovit në jetë, në atë kohë të vështirë, dhe ai tregoi me jetën e tij se njeriu është krijuar sipas ikonës Perëndisë. Ka atributet e Perëndisë, ka arsyetim, ka liri, ka aftësi për të dashur dhe për të bërë vepra të mëdha në Zotin. Dhe për ta shenjtëruar jo vetëm veten, por dhe natyrën. Dhe deri aty sa njeriu të bëhet i ngjashëm me Zotin, të bëhet një Zot sipas hirit. Kjo ndodhi te Shën Serafimi i Sarovit, i cili që në moshë fëminore ju përkushtua Perëndisë. Në moshën 17 vjeçare ai u bë një rishtar në manastir. Ju përkushtua Zotit. Dhe gjatë gjithë jetës së tij ai pati shumë vizione. Perëndia e vlerësoi dëshirën e tij të mirë, përkushtimin e tij, dhe i dërgoi vizione dhe në mënyrë të veçantë gjatë jetës së tij ai ka parë 12 herë shfaqje nga Virgjeresha Mari. Kur u sëmur një herë nga një sëmundje që i rrezikonte dhe jetën, ai tha që mu shfaqje të shenjta. Dhe bashkë me Shën Joanin, ungjillorin, dhe me një apostull tjetër, dhe i tha: "Ky është nga tanët." Do me thënë, ky është i familjes. Që do të thotë që ne nëse jemi të krishterë të devotshëm, ne jemi pjesë e familjes së madhe të Zotit. Dhe u shërua, dhe në atë vend Shën Serafimi ndërtoi një vend ku të shkonin njerëzit e të shëroheshin. Jeta e tij asketike është e veçantë. Ai jetoi si oshënarët e vjetër. Kaloi në disa stade të jetës së tij asketike. Ai kaloi në bindjen ndaj igumenit, ai kaloi në asketizmin e vetmuar, jetonte në një pyll i vetmuar atje dhe kishte arritur deri aty sa të zbuste edhe krijesën,
madje dhe një ari që e vizitonte kishte bërë të butë si një mace dhe ushqente me ushqimin e tij, me bukën e tij duke refuzuar dhe vetes. Pastaj jetoi si i mbyllur në manastir, jetoi si stilit, sepse pati disa tundime nga djalli, madje tundime dhe mendime shumë të rënda, blasfemuse. Jo se dili nga mendja e tij, por xhelozia e djallit e sulmonte. Atëherë dhe ai u kundërvu. Për 1000 ditë e 1 net qëndroi në një gur, në gjunjë ose në këmbë, duke u lutur Zotit dhe u lind se ai ishte këtë mendim, këtë tundim. Dhe mbas 1000 ditësh dhe netësh, ai përfundimisht u shtirua nga ky tundim dhe nuk e pati më këtë luftë. Dhe është një nga mbrojtësit e gjithë atyre që tundohen nga tundimi dhe mendimi i ndyri blasfemis. Pastaj, ai duke arritur shenjtërinë dhe pjekurinë e tij në atë moshën e pjekurisë së Krishtit, si thot apostulli Pavli, u këshillua nga e tërshenjta Vigjeresha Mari që të dilte nga izolimi i tij, nga asketizmi i tij, mbasi ishte shenjtëruar, kishte mbaruar punë me veten e tij, që të mësonte njerëzit. Dhe u bë një nga starecët, nga etrit shpirtëror më të dëgjuar. Shumë njerëz të thjesht, intelektual, të varfër, të pasur, shkonin tek ai dhe mësonin nga ai. Dhe të gjithë ndriçoheshin vetëm prej pamjes së tij, prej butësisë dhe mirësisë së tij. Ai jetonte ngjalljen e Krishtit çdo ditë. Madje i përshëndeste pelegrinët që vinin të takonin, Krishti u ngjall birim. Dhe kishte fituar një mirësi kaq të madhe, një paqe kaq të madhe që magnetizonte njerëzit. Prandaj dhe thoshte, fito paqe në veten tënde që vjen nga Krishti, që është princi i paqes, dhe mirat të tjera do shpëtohen rreth teje. Ai ishte i mbushur me shpirtin e shenjtë. Madje në një takim me Molotovin, që ishte një mik i tij që ai kishte shëruar nga një sëmundje, ai bëri një pyetje. Atë Serafim, kush është qëllimi i jetës? Dhe Shët Serafimi i tha, qëllimi i jetës është të fitosh shpirtin e shenjtë. Por ai nuk e dinte, nuk e kuptonte. I thot, atë, ma trego. Atëherë Shët Serafimi u lut dhe fytyra e tij u bë si dielli. Dhe i thot miku i tij, a më shikon si jam? Po, tha, të shikoj, je i ndriçuar i tëri, por dhe ti birimi je i ndriçuar, sepse ju luta Zotit që tregoj çdo thot të marr shpirtin e shenjtë. Dhe i thot, çfarë ndjen? Ai thot, ndjen një ngrohtësi. Po kjo ngrohtësi, tha, nuk vjen nga natyra se jemi në dimër dhe jemi në borë, por vjen nga shpirti i shenjtë, është nxehtësia e shpirtit të shenjtë. Dhe ndjej dhe një aromë të mirë, dhe kjo aromë e mirë është aroma e shpirtit të shenjtë. Dhe kështu ky mik i atë Serafimit e ruajti këtë kujtim kaq të madh dhe e shkruajti më vonë dhe pastaj u përhap në gjithë botën si një shenjë se çfarë qëllimi është jeta jonë. Qëllimi i jetës sonë nuk është thjesht të bëhemi të mirë ose me edukat, siç e shikojmë sot në teoritë e botës perëndimore. Ortodoksia nuk është kjo. Ortodoksia na thret të bëhemi të shenjtë, të bëhemi të ngjashëm me Zotin, të mbushur me shpirtin e shenjtë, të jemi krishtër. Kjo arrihet në besim dhe në misteret e kishës. Dhe edhe vdekja e Shën Serafim Sarovit ishte po ashtu një shenjë. Ai mori lajm nga të shenjta që të bëj gati se shpejt do të vinte bashkë me ëngjëjt dhe shenjtorët. U përgatit, u rrëfye, u kungua, u nda me të gjithë vëllezërit dhe shkoi në qelinë e tij. Dhe atje të nesmen e gjetën të fjetur, në gjunjë, duke u lutur. U ngjidhin që ai e mbante gjithmonë me vete, u gjet gjysmë i djegur. Një shenjë që kisha ruse do provonte një persekutim aq të madh nga bolshevikët sovjetik. Por Shën Serafimi Sarovit u bë shenjtor shumë shpejt dhe ai u kanonizua nga kisha, por kur erdhi ateizëm, komunizmi në Rusi, kujtimi i tij u zbe. Lipsanet e tij u zhdukën
dhe për gati 100 vjet nuk diej ku ishte trupi i tij. Po kur në Rusin sovjetike erdhi demokracia, atëherë në mënyrë të mrekullueshme u gjetën dhe lipsanet e Shën Serafimit në vitin 1991 si një shenjë që përsëri në Rusin do të fillonte besimi dhe do të lulëzonte besimi. Dhe vërtet Shën Serafimi Sarovit që nga ajo kohë, jo vetëm në Rusinë e Madhe, por në gjithë botën nderohet si një shenjtor shumë i madh. Një shenjtor që arriti hyjnizimin dhe ka shumë mrekulli që ai vazhdon të kryejë në botë, por jo vetëm mrekulli për shëndetin e shpirtit dhe trupit, por mrekulli për të ndriçuar njerëzit që të njohin se kush është ortodoksia. Dhe dua ta mbyll këtë predikim që mund të flasim shumë me një ngjarje që ka ndodhur nga disa protestantë në Francë. Thuhet që një grup protestantësh jetonin në një krajinë të Francës bashkë me katolikët, kishin një tempull të përbashkët, herë me shonte katolikët, herë mblidheshin protestantët. Por disa njerëz protestant, madje një zonjë, i ra në duar një libër për Shën Franceskun e Asizit që e nderojnë Kisha Romano-Katolike dhe është një shenjë që ka bërë epokë në Perëndim. Dhe ajo duke lexuar për Franceskun e Asizit tha, mos katolikët e kanë të vërtetën dhe ne protestant nuk e kemi dhe ne e dim historinë që ka reforma protestante në Perëndim. Por njerë kjo grua kur ra në gjumë, pak të ëndër, pak të vegim. I erdhi Francesku i Asizit dhe bashkë me të vinte një plag i kërrusur, i veshur i gjithi me dritë. Dhe Francesku i Asizit i thot, a do të dish se kush është kisha e vërtet? Kisha e vërtet është kisha që ka ky, që ajo i ndihmon të gjithë dhe nuk ka nevojë për asnjë. Ky ishte vegimi që pa kjo grua. Dhe nuk e dinte se kush ishte ky plaku i ndritshëm, por kuptoi se ishte i kishës ortodokse. Njëherë, në këtë shtëpi erdhi një shërbyse, e cila ishte me origjinë nga Rusia. Ajo kishte me vete dhe ikonën e Shën Serafimit dhe e vuri në vendin ku rrinte, në dhomën e saj. Kur kjo grua hyri në dhomë dhe pa ikonë e Shën Serafimit, tha, kush është ky? Tha, dhe ju kujtua vegimin që pa. Atëre shërbysja ruse tha, ky është shenjti ynë i dashur, ky është Shën Serafimi, babushka. Dhe ajo kuptoi se ky është Shën Serafimi Sarovit, që Francesku i Asizit, i kishës romano-katolike, i tha, ky e ka, tha, besimin dhe kishën e vërtet. Prandaj të dashur të krishterë, të falenderojmë Perëndin që jemi të krishterë ortodoks dhe mos hedhim syt lart e poshtë. I kemi të gjitha këtu 100%. Hirin e Zotit, mundësinë jo vetëm të shërimit, të shpëtimit, por të hyjnizimit. Çështja është që neve duhet t'i marrim seriozisht të gjëra, ashtu siç i morën shenjtorët, ashtu siç i mori dhe Shën Serafimi, i cili jo vetëm u shpëtua, por shenjtërua, u hyjnizua, u bë një serafim i zjarrt për lavdinë e Perëndisë. Amin.